Një skandal që po del në dritë nga zbardhja e dokumentave të Jeffrey Epstein dhe që ka lidhje me Greqinë, krizën dhe kolapsin e saj ekonomik dhe financiar. Do të hap kutinë e Pandorës për Bashkimin Evropian, Gjermaninë, Francën dhe të tjerë. Çfarë tha Jeffrey Epstein për memorandumet dhe masa shtrënguese për Greqinë? Parat janë për bankat e huaja, jo për Greqinë. Biseda e tij e qershori 2015 me Noam Chomsky lë pa frymë, ata që e lexojnë dhe kryesisht popullin grek. Noam Chomsky është një akademik dhe kritik i shquar i politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara. Gjithashtu një figurë kyçe në politikën e krahut të majt dhe analizës së medias. Publikimi i të paktën 3,5 milion dokumenteve nga Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara në lidhje me rastin e rrjetit të pedofilisë Jeffrey Epstein ka sjellë në dritë një mori informacionesh të tjera. Shumë prej tyre lidhen me rastin e Greqisë, siç është komunikimi i Epstein me ekonomistin Noam Chomsky në lidhje me krizën ekonomike në Greqi. Komunikimi është nga qershori 2015, kur kriza greke ishte në kulmin e saj. Chomsky tha Epsteinit, sipas ekonomistëve që po përpiqen të gërmojnë në detaje, rreth 90% e pagesave për Greqinë, fonde për valla shpëtimin e saj, në fakt janë dhënë për bankat gjermane dhe franceze, që kanë bërë investime të rrezikshme dhe duan të shlyen. Në realitet, grekët po paguajnë borxhet e bankave nordike që njerëzit nuk i kanë pasur kurrë. Këto, sipas mendimit tim, duhet të konsiderohen borxhe të urryera dhe duhet të ristrukturohen ose të anulohen rrënjësisht. Dhe përgjigjja e Epsteinit drejtuar Chomskyt. Ishte një grek i pasur nga ishulli Patmos, i cili kishte kaluar një darkë me mua. Pra edhe Epstein ishte i përfshirë në planin e shpëtimit të Greqisë, që në fakt e gjunjëzoi atë. Dokumentat e Epstein japin informacione rreth bankave greke, kolapsit të tregut dhe pamundësisë së Greqisë për të dalë nga Bashkimi Evropian. Parat shkojnë nga një xhep i pjesës veriore të Bashkimit Evropian në një tjetrin, tek bankat gjermane dhe franceze, pa asnjë ndihmë të vërtetë për Greqinë. Normat e interesit ishin shumë të larta në vitet 2010-2012, europianët kishin sjellje grabitçare ndaj Greqisë, thot Epstein. Siç dëshmojnë dokumente të tjera, në atë kohë, vitet 2013-2014, ai kishte informacione të brendshme nga bankat e mëdha, për të spekuluar me obligacionet greke që atëherë konsiderueshin mbeturina për të. Një dokument tregon se Epstein ishte në lojën e bankave të mëdha dhe fondeve spekuluese. Ndërsa Greqia po digje dhe bankat greke po vieshin nën presion. Tregtarët e Deutsche Bank po vendosnin marrëveshje për klientët e tyre shumë të pasur, si Epstein, duke premtuar fitime të çmendura brenda pak muajsh mes përdorimit të obligacione greke. Në një tjetër komunikim, lexojmë të thuhet: ndërkohë që kjo ndodhte, ata diskutuan me Rothschildin për të shkuar në Greqi dhe për të blerë pasuri të paluajtshme dhe porte. Ai gjithashtu kishte kontakte me Eurobank për ta informuar mbi situatën ekonomike të Greqisë. Por edhe me bankën Alfa. Ka disa emaile në lidhje edhe me bankën Alfa. Nga dosjet Epstein konstatohen 5 fazat e Greqisë, ku pasuri të patundshme komerciale merren në Shtetet e Bashkuara nga JP Morgan. Greqia u sakrifikua për bankat gjermane dhe franceze, dhe amerikanët erdhën të shqyenin kufomën si shqiponje. Kjo shkoi përtej masave shtrënguese. Vendi u plaçkit. Infrastruktura kritike si portet, aeroportet dhe shërbimet u privatizuan. Taksat u rritën ndjeshëm dhe pensionet u ulën. Me papunësinë në nivele rekord, qindra mijëra njerëz u detyruan të emigronin. Kryeministri Papadimos ishte shumë burokratik për ta. Duhej gjetur dikush shumë i majt, dikush out of the box, siç thon amerikanët, jashtë kornizave, dikush ndryshe dhe u gjend Alexis Tsipras. Dokumenti thot shkurtimisht se ekziston një bankë greke që është e hetur të shes obligacione greke, sepse duhet të pastroj librat e saj financiar për të treguar se nuk ka shumë rrezik. Nëse këto obligacione blihen tani, vetëm në 5 muaj do të kenë një fitim prej 10%. Ky është një email memo i brendshëm nga Deutsche Bank, diku midis viteve 2013 dhe 2014. Tregtarët u dërguan këtë shënim klientëve të tyre të pasur si Epstein për t'i bindur të investonin në obligacione greke. Këto dokumenta që pan dritën e publikimin dhe të gjitha ato që do të pasojnë, do të jenë padyshim një dinamit në duart e prokurorisë së Bashkimit Evropian, por edhe prokurorisë së përgjithshme greke që duhet të fillojnë hetimet për të nxjerrë në pa çfarë ndodhi realisht me Greqinë, ku shkuan paratë e popullit grek që u varfërua në ekstrem. Duhet të dalë në pa akordi i Bashkimit Evropian me Gjermaninë, Francën dhe disa shtete të tjera, për të kolapsuar dhe falimentuar ekonominë greke që të mbanin bankat e tyre në këmbë, duke shkatëruar një vend, një popull, një shtet sovran, një ndër më të pasurit në Europë në atë kohë. Paraleleisht ata politikan grek që shitën popullin e tyre dhe sollën katastrofën më të madhe ekonomike në historinë e Greqisë, duhet të ndërshkohen për tradhti të lartë kombëtare.
Sapo është hapur kutia e Pandorës dhe sapo u bindëm edhe një herë tjetër, që asgjë nuk mbetet e fshehur dhe se hajduti nuk e gëzon dot kurrë atë që ka vjedhur. Ky është institucioni vrastar dhe i korruptuar franko-gjerman që e quajnë Bashkim Evropian. Ajo që ka ndodhur, por edhe ato që do të ndodhin ndoshta nuk i nxëtruri i humanit. Mast Channel. Please subscribe.